Nga festivali folklorik në Kot u dhanë mesazhe të forta kundër ndarjes së administrative o territoriale, teksa po diskutohet që Selenica t'i bashkohet Bashkisë së Vlorës. Drita largon errësirën dhe këtu në Kot ka një dritë që do të largojë errësirën. Selenica duhet të qëndrojë bashki. Ky ishte mesazhi i ndjer i përfaqësuesit të shoqërisë civile, Ilia Bombaj, njëkohësisht drejtuesi i grupit të Selenicës. Errësira nuk mund të largojë errësirën. Drita largon errësirën. Dhe sot më duket këtu në Kot, kemi një dritë e cila do të largojë atë errësirë që na pengon. Selenica bashki vëllezër. Këto aktivitete janë të nivelit kombëtar. Janë të ralla bashki të tilla si Motra të bëjnë aktivitete duke filluar që nga Amantja. Historia e lashtë, e cila gjithmonë është bashkuar me të tashme, për të përgatitur të ardhmen. Të vazhdosh me Vllahinën, me Gjormin, me Kotën, me Selenicën, e këto di të bëj njeriu që është i madh. Ai që ka mentalitet vogël nuk bën dot aktivitete të tilla. Urime Bashkia e Selenicës. Vëllezër dhe motra të Kotës dhe gjithë Bashkisë Selenicës. Të bashkohemi të mbrojmë Selenicën. Në qoftë se ne do të largohemi, nuk do të kemi më këto aktivitete. Do të ngelen në memorien tonë sa bukur mblidheshim. Prandaj ta mbrojmë Selenicën, të largojmë errësirën. Rof Selenica, rof populli shqiptar. Të gjithë shprehen kundër bashkimit të Selenicës me Vlorën, edhe përfaqësues të grupeve polifonike labe thonë se kjo është e padrejtë dhe se nëse realizohet do të largonte shërbimet nga qytetarët. Ato janë politike, nuk është vendosur akoma, mendojmë, ne do ta donim që edhe për kulturën, edhe për artin, bashkia po të jetë më afër, do jap më shumë. Po bën atë na bëvarrin. Pse? Pse? Sepse në Vlorë kush do vim para të kërkoj të qaj hallin. Kush do qaj hallin para në Vlorë? Ne jemi 50 shatra këteja me Selenicën. Vlora ka gjithë kraju në andeja, kështu që nuk është e mirë. Ajo bëhet për qejf të dikujt, jo për popullin. Nuk vetë për largimin e bashkimit me Vlorën. Nuk do të isha asnjëherë dakord me këtë lloj ndarje që bën qeveria Rama. Nuk ka shans që ta bëjë, nuk do bëhet. Mendimi im gjithmonë, nuk ka pse, ai do vi nga kuçi ku do vej. Ku do vej. Çdo fshat ka traditën e vet edhe nuk ja vlen domethënë që të bëhet sa më për mua nuk është diçka e kot. Diçka e kot domethënë. Si këtë ri kështu siç është super. Super. Ka shërbime. Sa më afër qytetarit, bota më mundohen domethënë që t'i mbajnë sa më afër qytetarit, ne do mundohemi që t'i largojmë, ku t'i çojmë. O vi do ai plaku nga lart tani për të marrë një shërbim këtu më. Unë si jam i kësaj zone, po, unë kështu e mendoj. Kur? Jo, na morët në qafë se shiko, ne jemi fshatra me shumë pa xhate, pa rrugë, pa asnjë, pa qendra administratore që është këtu, është pa ujë, vetëm që i kemi marrë masat vetë për ujë, për xhate, na ka bërë bashkia pak, një kilometër dhe tjetër është jashtë përdorimit. Mund të thash mos a merrni qafë se mund të vemi ne për i cop shërim Vlorë. Ju që s'ta një njëri atje, mos e bëni këto. Kaq, shkurt. Se do, jo. Kjo si bashki është një nga bashkit që ka investuar për gjithë lumin e Vlorës. Veçanërisht Vullnet Sina ka bërë shumë për lumin e Vlorës. Është një nga deputetët më të mirë që ka patë Vlora gjatë këtyre viteve. Dhe e meriton qeveria Rama me këtë e humbet të gjithë punën që ka bërë. Mirë bëre që më bëre pjetjen, nuk duhet televizi. Po të Selenicë ke thënë lumin e Vlorës. Janë gjithë të fshatra, gati 37-39 fshatra me sa di unë në mëndin timi. është qendrë, të ngritë tjetër nga Selenica, me një pension 100-200.000 leka sa mund të marri, e të marrë taksit të pozicion të vej në Vlorë. është shumë gabim, duhet të qëndroj bashkia në Selenicë. Fatkeqësi që diki bashkia në Selenica.
Ja shikoj që këtë eveniment që është sonde këtu, dhe plus shumë të tjera këto i japën gjallëri vendit edhe bashkisë. Si ka mundësi që ta heqim bashkinë e Selenicës me embër? Prandaj nuk jemi dakord që bashkia të bashkohet me Vlorën. Nuk jemi dakord që bashkia e Selenicës të shkrihet dhe të bashkohet me Vlorën. Përse? Për kohën që bashkia ka funksionuar e vetme si bashki, e ka justifikuar veten e saj në të gjitha drejtimet. Me investime në superstrukturë, në problemet ekonomike, problemet kulturore, artistike. Kështu që ajo është më afër komunitetit dhe zonës Labëris se sa Vlora. Në Selenicë, për shembull, popullsia më e madhe janë të moshuar. Dhe ata e kanë të vështirë që për zgjidhjen e problemeve të shkojnë në Vlorë. E shpreh edhe një herë mendimin në emër të gjithë qytetarëve të mi që gjatë diskutimit në parlament ky problem të mendohet mirë para se të hidhet për votim. Selenica ka qenë, është dhe duhet të jetë bashki. Kjo është thirrja jonë. Selenica është një bashki që ruan trashëgimin, promovon këngën labe, mbështet artistët dhe jep jetë fshatrave të saj. Është një bashki që ka dëshmuar vlerën dhe rolin e saj për komunitetin. Këto janë arritje që meritojnë të vazhdojnë dhe një prej shembujve më të mirë është festivali që për 3 net do të mbahet tashmë në kotën e Bashkisë së Selenicës.